por të mbetemi sërish te lëvizjet e fundit të kryeministit Edi Rama, i cili ka iniciuar ndryshime në kodin penal sa i përket lëvizjeve të gjykatës posaçme apo edhe të vetë SPAK-ut në raport me kabinetin qeveritar, duke theksuar se gjykata e posaçme nuk mund të pezullojë ministrat apo përfshirë edhe presidentin në këtë rast. Ju si e gjykoni këtë lëvizje të Edi Ramës, i cili e bëri këtë në kuadër të çështjes Balluku? Zotëri, Edi Rama, me këtë veprim që bën gru shteti në drejtësi dhe në drejtimin e shtetit. Ai bën gru shteti që të bësh të ligjërosh hajdutlukun, të ligjërosh vjedhjet, të ligjërosh shkeljet ligjore e tjera që po bën ai, është njerëz tradhti kombëtare, dhe ai nuar për këtë punë, por s'ka kur sa dënoj, por nuk do të i miratohet ajo që bën, edhe sikur ta miratoj që më thanë ka miratuar, nuk e di sa është e vërtet, po dhe sikur ta miratoj, do ta rrëzoj gjykata kushtetuese do të thotë. Problemi këtu është që nuk ankohet opozita për këto ndryshime që kërkon të bëjë Edi Rama. Nuk e dëgjoj Sali Berishën thotë që janë këto që po bëhet, sepse praktikisht për qeverisjen bashkë, pra shkojnë në origjinë Partia e Punës së Shqipërisë dhe këto të dyja janë dy grupe rivale me njëra tjetrën, por për të njëjtën ideologji, për të njëjtën parti, për të njëjtën qeveri. Pra janë bashkë. Dhe Edi Rama kërkon me çdo kusht që të ligjërojë hajdutlukun. Kjo është tamam. Domethënë nuk ka më ku të shkojë. Diktaturë të tillë nuk kanë as ata vendet as Pol Poti me Sirik Matakun në Kambodja nuk bënin ligje të tilla. Dhe ata kishin ligje pak a shumë në sipërfaqe kishin demokratike. Ndërsa ky nuk ka skrupull, ky nuk di që të ndaloj për të domethënë çmendon në darkë. Shkon në mëngjes dhe mbledh ata rrugesë që ka atje, ata debilët që ka futur në parlament, edhe thotë, shkoni se do votoni këtë ligj që dua unë. Por nuk e bën dot këtë gjë, sepse është shkelje flagrante e kushtetutës dhe drejtave të njerëzit. Po në këtë rast çfarë po përpiqet të arrijë Edi Rama? Po kërkon të mbrojë veten, po kërkon të mbrojë Belinda Ballukun se mos është i shantazhueshëm prej saj, apo ka një lloj strategjie të tillë që do të godas drejtësinë në këtë rast? Jo, do të mbrojë veten, të bëhet gjithnjë në pushtet, ai që ai e di që po iku nga pushteti në Velburg. Jo, zotëri, dhe për Ballukun nuk e ka problem, ai thotë më ka shkel të 3 dorëqe. Po ai kaq gënjen, kaq patur. Më ka shkel 3 herë dorëqe, por nuk e kam planuar, nuk e besosh. Po besohet ai. Po jo, zotëri, nuk besohet ai. Po ai si vetëm njëri që s'ka skrupull për të gënjur. Nuk përmbaki të ketë gënjeshtar, hipokrit, bastard që ai. Ai çdo gjë që thotë ka të dini një gjë. Po tha majtas, shikoni djathtas. Dhe po tha djathtas, shikoni majtas, ai asnjëherë nuk thotë të vërtetën e të drejtën. Por Belinda Balluku atje si ka dorëzuar dorëheqje, por Belinda Balluku e ka zënë atje ku zgjet burri keq, e ka kastruar Edi Ramën dhe ai nuk ka nga lëviz, sepse i ka të gjitha provat dhe dokumentat që e ka vjedhur bashkë me të. Dhe më skandaloze, më flagrante është rruga që bëri bashkë me Belinda Ballukun në vajtën Turqi dhe i dhanë turkut 15 milion euro për tunelin e Skërpisës dhe tunelin e Skërpisës e shikojnë se si është. Rrjedh, të Llogoras. Pra, ai ishte një mashtrues ordiner nga më ordinerët. Është bastard, më nuk e... Ore, s'ke që thuash ati, që bjallë përdorës për të. Po s'ka karaktere cip e fytyra ai. Ai është një hajdut i rëndomt. Një hajdut i rëndomt. Në këtë rast, sa do mundet kuvendi që t'i hap rrugën SPAK-ut në mënyrë që ky i fundit të arrestoj Belinda Ballukun? Kuvendi i ka të tëra rrugën të hapura që t'i hap rrugën SPAK-ut. Po kuvendi është në presionin e llaftarshëm të atij, sepse ata e dinë që po iku ai do ikin dhe ata bashkë me të.
Dhe tani është bërë një grup i strukturuar kriminal në parlament dhe në qeveri që vjet, grabit, bën ligje, shkel kushtetutën, shkel të drejtat e njeriut, vjet në ekonomi, vjet pronat e shqiptarëve. Ju nuk e shikoni çfarë po bën ai me oligarkët dhe edhe një gjë zotëri. Asnjëherë si ngritur të denonconi oligarkët që kanë marrë tendrat dhe nuk kanë bërë punën, po kanë sabotuar punën. Do t'i marrën që nga rruga e Mamurasit, që nga tuneli i Skërpicës, i Llogaras, më fal, tuneli tjetër këtej i Murrizit. Pra, askush nuk po flet. Pra ata që kanë marrë tenderin dhe kanë sabotuar, s'kanë bërë punën. Zotëri, ku është prokuroria? Prokuroria shtetit ku është? Sepse bjedhjet po denoncojnë për ditë. Kam qenë në Greqi dhe vetëm nga një telefonat që u bë në televizionin grek për nga ministrat e Pasokut, vajti prokurori dhe arrestoi me njerë, edhe pse ishte me imunitet, kështu deputet, mirë them. Ndërsa këtu prokuroria nuk ndihet. Pse? Ose në prokurori janë të tërë djepët e partisë në mos parti, i shikojnë janë tërë komunistë, të tërë me prejatën nga udhëheqja e partisë punës. Prandaj bën ashtu ai. Prandaj sepse ka ngritur një grup të strukturuar kriminal në drejtësi, në polici, në parlament, komplet është grup i strukturuar kriminal që po vjet shqiptarët, pikë. E ndodhur në këto kushte vetë Belinda Balluku, por edhe Edi Rama me këtë lëvizje të fundit, tashmë sa janë të mbrojtur nga drejtësia, pra në ato që mund të hapen pra aferat e mëtejshme, përveç asaj të Balluku që tashmë dihet publikisht, dhe çfarë i pret këto dy figura, dhe nëse bien këto dy, a bie edhe vetë qeveria e Edi Ramës? Po qeveria e Edi Ramës është e rënë mos zotëri. Ore është e rënë, thjesht është rikok, pse është e rënë, po ta them unë, ka mbaruar. Më thoni ku bëhet një investim? Ku vjen parat shqiptare? Sa vende pune kanë hapur? Sa njerëz janë në punë? Sa janë larguar nga Shqipëria? Sa kanë lënë shtëpi e troje dhe pasuri? Dhe a e shikoni se çfarë po bën? Vetëm në Rjoll të vjedh pronat atyre për bashkim Ulaj. Vetëm në Durrës të vjedh shtëpit atyre se do që të ndërtoj dikush një oligark tjetër. Pra, nuk e di këta Amerikanët dhe Europianët e shikoj që apo për kënjeri apo se shikoj. Po më hapisin dhe ata, unë di që atë them. Se këj gjithande vetëm po vjetë dhe po grabit dhe po shpronson mos do të ri. Ore, këj është dukur me themel nga ato zyra. Që bëtë këshore. Nuk e bjeni lokri. Punimet të sabotuara, të vjedhura, të grabitura, para të marra dhe s'ke bjeni logari, thot, zdi gjumë, thot. Deri dje thot se hanë kumë la basmeje, tani ha pjeshka i. Për parë. Zoti Islami, para pak ditësh është larguar nga kryeministria edhe sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Angela Gaçi. Ju si e shikoni këtë lëvizje në radhët e kabinetit të kryeministit Edi Rama? A është kjo një lëvizje që mund ta godas vetë Edi Ramën duke qenë se Angela Gaçi di shumë për të? Angela Gaçi njerë ka ikur që të shtoj lëkurën e tia. Sepse shikoj që varka e Edi Ramës ka mbaruar që do mbytet. Ka kaluar më shumë se gjysmën e pesës, ka kaluar me ujë. Dhe Angela Gaçi kërkon të shpëtoj vete. Mendon ai se do shpëtoj vete, por nuk do ta shpëtoj sepse Spaku i ka të tëra dokumentat në dorë. Spaku i di të tërë. Dhe unë nuk e kuptoj akoma qa po pritet nga që të veproj Spaku. Këtë s'ne ka thënë kush. S'ka dalë një zëdhënës i Spakut apo i prokurorisë përgjithshme apo i prokurorisë shtetit apo i drejti me dëbirit që të dalë dhe të totore ka ngelur këtu problemin. Por e shohin të tërë që po vjedh shqiptarët, e shohin të tërë që po vjedh pronat, e shohin të tërë që po shpronson qytetarët shqiptarë, e shohin të tërë që ka oligarkët e tij kanë sabotuar, kanë bërë punë
cifrave që janë akorduar për ta, dhe nuk dihet djeli, nuk punon, nuk vepron prokuroria. Çfarë po bëhet kështu, mor zotëri? Çfarë po bëhet? Do t'i pyesin ndonjëherë ata prokurorisë ju, si gazetar, do të dërgonin njëri atje të marrë informacion. Zoti Islami ka lëvizje kohët e fundit në SPAK, por edhe nga Byroja Kombëtare e Hetimit, por ende nuk janë të konfirmuara mbi një goditje të mundshme ndaj ministrit mbrojtjes Piro Vongu, lidhur me kontratat e mëparshme në portin e Durrësit, në raport edhe me Belinda Ballukun. Ju si shikoni këtë lëvizje? A ka vërtet lëvizje nga ana e SPAK-ut kundrejt Piro Vongut apo ndonjë ministri tjetër sa i përket qeverisë së kryeministit Edi Rama? Piro Vongu është shtetas grek, është me komësi dhe shtetësi greke, dhe sa ta shikoj që kërcënohet për t'u arrestuar, do njoftohet dhe do t'i thonë nik shpejt në Greqi, dhe do iki Piro Vongu, do vej në Greqi. Dhe do shofës, se fjalët e mia juve ju kanë dalë, po unë kam të keqen që i di ose i ndjej dhe i them para kohe, dhe pa ndodhur, po do ndodh, do iki në Greqi ai. Ai është grek, zotëri, s'është shqiptar. Ati shteti shqiptar, Edi Rama, krye hajduti i ka varur ujë për të mëlqit një qafë me atë. E kupto se do thotë që t'i japësh Greqisë, është qeverisë një shtetas grek, në Ministrinë e Mbrojtjes t'i japësh shtetas i grek, që Greqia nuk pranon asnjë kryetar bashkie, nuk e pranon nga turqit e Thrakës, që ka 500.000 turq atje. Jo më do t'i japin dhe pushtet. Ore, ne kemi mbaruar, ore, është e keqe, urgjente që duhet shëllënjosur me themel Partia e Punës Komuniste Socialiste drejt me të binë e Shqipërisë. Kjo klasë politike duhet shërohet nga pushteti. Pik. Zoti Islami, çfarë po ndodh me marrëveshjen e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, ku duket se kjo çështje ka rënë në heshtje dhe as Athina dhe as Tirana zyrtare nuk e kanë ngritur më këtë çështje, e cila duket se po kalon tërësisht në heshtje dhe ndoshta mund të plasë në një moment caktuar që mund ta shohim. Pra që kohë sa kemi në krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës, grekët nuk do guxojnë kur që ta hapin atë çështje. Ata vërtet marrëveshjen tradhtare antikombëtare të Sali Berishës të majit të tetorit 2009 e kanë në fuqi, e kanë miratuar në parlament. Neve e rrëzoi gjykata kushtetuese, por grekët nuk duhet të shpresojnë fare që të mos u shkojnë në mend, sepse nuk mund të ndodhë gjë e tillë. Marrëveshja e detit është e paligjshme. Ne kemi 12.000 milje siç i kemi pasur, edhe ato kemi. Problemi është që ne nuk kemi forca detare që të dalim përballë dhe të themi çoroni shkoni ndim ata, sepse juve i keni ndjekur ngjarjet politike, i keni tekstet shkollore të shkollave fillore dhe të mesme dhe 9-vjeçare, dhe keni parë në ndonjë vend që të shkruhet që grekët kanë bërë agresion kundër Shqipërisë? Në asnjë vend. Nuk e thonë. Përmendin ta shkruajtur provokacione të Bushit 1949, që në fakt ato provokacione i krijoi Enver Hoxha me urdhër të Titos edhe të Stalinit, sepse furnizonte me armë që nga Durrësi vinin makinat Stejf dhe shkonin dhe shkarkoheshin në Vidohov me artilleri, me municion, me të tëra. Pra, grekët e dinin mirë atë punë dhe në fakt u shkoi këtej ngacmimi, pavarësisht pasaj se u zbythën sepse patizot vendi këtu. Por lidhur me këtë që tham me grekët, askush nuk thot që kanë bërë agresion ndaj nesh. Kanë bërë agresion zotëri, kanë sulmuar, me kanë ardhur me luftanie në 1857, mos gaboj. Kanë në vitin 1875, para lidhjes Prizrenit. Kanë bërë agresione edhe më të tmerrshmin dhe më shkatërrues ka qenë lufta dhe mësymja që bën Korvit e Benizelosit në 1914.
që dojën komplet Shqipërinë e Jugut, e rrafshuan, edhe në 1940 po të njëjtin, dhe kuishtingët shqiptarë, ja prishur shqiptarë, palacot e parlamentet edhe të akademisë shqiptare, nuk thonë asnjë fjalë që grekët na kanë sulmuar dhe i kemi pasur armiq, por janë nënshtruar katërcipërisht kërkesave greke, diktatit grek, dhunës greke. Ne qeverisemi nga njerëz të shitur, nga tradhtar, nga palaco, nga maskarek, që kanë dhënë poshtet kyçe me vota të vjedhura, me ndihmën e policisë, edhe mbajnë pushtetin me dhunë.